Po pse ma Palazzo ka frikë Ilimeta nga burgu jyt? Po Ilimeta nga burgu do ta shpërbëj atë celul kriminale që është atje, Palazzo. Dhe ky nuk është kërcënim, kjo është ndihmë që po t'jepet, këshillim, ignorant, Palazzo, o tarallak. Nuk më kërcet fare jo për qezdian, po për asgjë. Ilir Meta ka publikuar një deklaratë të gjatë nga burgu, ku shpreh versionin e tij për ngjarjet e 21 janari 2011 dhe për një video ku ai dhe Dritan Prifti flisnin për 700.000 euro, një video që lidhet me atë protestë të dhunshme. Ai pretendon se ajo shifër ishte bërnami politik në media atëherë, por tani operojnë me shifra shumë më të mëdha në politika dhe korrupsionit. Sipas tij, protesta e 21 janarit nuk ishte një reagim spontan ndaj publikimit të videos më 11 janar, por ishte planifikuar muaj më parë nga aktorë të ndryshëm politik dhe sipas tij përfshinte edhe rekrutimin e elementeve kriminal për të shkaktuar përplasje me policinë. Meta thot se nëse protestuesit ishin vërtet revoltuar vetëm nga një video, do të kishin dalë në rrugë menjëherë pas publikimit, por protesta u zhvillua 10 ditë më vonë, gjë që sipas tij tregon se diçka tjetër ishte përgatitur përpara tij.